Pulat I kem fort marak në. Ka pas nevojë ky lokacion për restoran, ka domethënë sukses dhe frekuentim mjaft madh për klientëve. Tani vjen edhe pjesa e çmimit. Mundu sa më arsyeshëm me bëni çmim. Klientët janë shumë të kënaqur edhe me shërbim, edhe me ushqim, me cilësi. Thoshe jam është me vazhdu me na frekuentu, ashtu që do vazhdu se ne gjithmonë kemi ju shërby, ashtu që të ju shërby klientit. Është hap pika më e re e kompanisë së derivateve THF. Këtu përveç që mundesh me mbush kerrin me naftë, e veçanta është se është e kombinuar edhe pjesa e restorantit dhe e marketit. Një rrugë e 2 punë, vjen e mbush kerrin edhe e hani drejt për qefi. Hajdeni me mu me pasi çka ka mbrenda. Përshëndetje, unë jam Flakron Jusaj, pozita jeme profesionale në DF është menaxher I derivateve. Spori, nis në pak krijimi I brandit si brand, është një brand që pëlqej shumë prej klientave, se ka atë farë ngrohtësinë, ngjyrat kështu si pamje në përgjithësi. Pastaj kjo si pikë këtu, domethënë Spori lokacioni është strategjik, që lidh shumë gatune, pastaj rruga Pejde Qana është shumë e frekuentuar. Domethënë është njëra prej arsyeve që ka pas shumë sukses. Tash në përgjithësi është një farë trendi I tillë që po kombinohen domethënë edhe pjesa e derivateve, pastaj marketi që është gjithashtu nevojë për klientin se furnizohet me derivate, pastaj në market pije këto gjanat ushqimore që janë cigare, gjithë që ka nevojë. Edhe pse jo edhe restorani. Ka pas shumë sukses domethënë në këtë kombinim. Edhe sidomos në këtë pikë që ka pas nevojë ky lokacion për restoran, edhe sot ka domethënë sukses dhe frekuentim mjaft madh për klientëve. Janë të kombinuar janë. Kemi pas edhe domethënë familjar, se jemi mundu me kriju kushe domethënë si vende që I qetë, edhe për fëmijë, kështu hapësira. Janë të ndryshme domethënë grup mosha që vinë. Nashta më shumë është e koncentruar me mosha e rritme domethënë. Kryesisht janë edhe të kombinuar. Varet nashta edhe prej orareve pak, vinë të kombinuar, vinë familjar, vinë edhe të rije, më shumë, kështu. Në fillim kur ja kemi nis me do pak ma lehtë me do pasta, hamburger, qisisana. Nuk është që nuk I kanë pëlqyer faktikisht shumë klientat, kërkesa është pak për këto ushqimet fast food që janë, si me thonë, pizza, mas shumë ka pas kërkesë, fillim nuk e kem pas, tani pas kërkesë klientit edhe e kem zgjeru pak edhe hapësinën e kuzhinës, edhe kem pa të arsyeshme me shtitë në pizzën, ka pas shumë sukses. Ushqimet me kërkuar janë kryesisht këto, pizza, hamburgera, domethënë fast fooda, pulat I kem fort marak në. Sallata, pasta, qisisana. Drejt me të thonë, vllaun e kam fort maraklin këto sana. Menynë e këto komplet I ka bua I vetë. Tu I përfshi edhe domethënë këto dezertet. Kështu kreti ka propozuar ai vetë te kuzhinierat që I bën, tani ata vazhdojnë me recetën e këtina. Ka tiramisu, ka churros, trileqe, qësi. Jemi mundu me shku minimum me çmime, me qenë shumë të arsyeshëm. Drejt me thonë mas Spori, edhe në diskutim me vllaun, I kem pushtu ma shumë rëndësi kualitetit. Të thëmë drejtën, mi bo sanat e mira, mi bo kualitet, me qitamon sa duhet, I kem pushtu ma rëndësi atyne, mi pa sanat të më thonë fresh. Tani vjen edhe pjesa e çmimit. Mundu sa më arsyeshëm me bëni çmim, nuk kemi pas klientat janë shumë të kënaqur, edhe me shërbim, edhe me ushqim, me cilësi, edhe me çmim. Nuk është që kemi pas ankesë, kjo është trajt ose diçka e tillë. Jemi të menuar tash për momentin në Deçan. Jemi të renovu që me startu edhe me restoran edhe në aty njëjtë. Pastaj mendoj që kemi vazhdu edhe në pikën Poterç, drejt Klinës, edhe Spori që të dyja, që I plotësojnë kushtet më shumë që kanë hapësirë sa duhet, për atë arsye. Gjithashtu mendoj me startu edhe një pikë të re që kemi marrë tash në rrugën Prishtinë-Pej, saktësisht në Llapushnik, dhe aty mendoj me vazhdu me një restoran e kështu. Spori më nis për kësaj pike, mesazhi jam nashta s'kish pas shumë nevojë se klientat domethënë e kallzojnë vetë
këtë rezultatin, do me thonë non-stop ka frekuentim, po gjithsesi kur plotësohen nevoja, do me thonë edhe me ushqim, edhe me restoran, edhe me kësi klientat janë të kënaqur edhe vinë vetë. Si këtu, si në krejt pika tjera, mundumi, do me thonë përgjithësimi, ofru shërbime cilësore, si me derivate, si me markete, edhe mesazhi jam është që me vazhdu, me na frekuentu, ashtu që do vazhdu, se ne gjithmonë kemi ju, do me thonë ju shërby, ashtu që të ju shërby klientit. Kjo është edhe qëllimi, do me thonë.